pa votat që ardhën me shumicë, 160.000 konsiderohet, kjo ka të 4-1-2 sillet, shumë rregull është, po është ma i zotin këtë drejtë, me thash edhe në pjesën e parë, kështu që do të më thonë ti. Çollak, kur jemi tek ligjshmëria dhe legitimiteti në Këshillin e Përgjithshëm, flitet se dikon rreth 55 delegat nuk kanë marrë pjesë në punimet e Kuvendit të Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike. 300 kanë qenë? Jo, po 355 i ka. 355 kanë qenë pjesëmarrës. 55 nuk kanë qenë. 305 kanë qenë pjesëmarrës. Po i bie 55 ose 50? 55 pa gjitha gjosa dhe pse s'po guxojnë me fol, s'po guxojnë. S'po dojnë me fol për historie, sepse kjo e përgjysmon kinë suksesin e Zotit Abdigjiku. Po edhe në këtë rast paradoksi është 55% dhe 305 ka marrë. Po kjo flet shumë, se mas pari nuk ka njerëz për pas Zotit Hoti që ka shpreh ambicie, as delegat, pas elektorati LDK-s nuk ka sheh një lider i cili mund të arrijë ta nxjerrë LDK nga kjo situatë. E kam thonë edhe mendoj që situatë shumë zor ka pas më gjetë, domethënë diko me zaventësua Abdigjikun. Nuk ka shë kjo më i mirë, pas për kanë. Këtë situatë e kom përmend për parim Roma, ndoshta kish mujt me pas sukses. Se që shto për lëp elektorati, për lëp që si politikanë që premtojnë shumë, vinë me shit, vinë me bo filma, nuk ka rëndësi sa për 90% në kilu, bashkë sanë su bo. Më thonë, që atë një urë ka njëse një 2 vjetë, që atë ka një ditë e blokojnë rrugën e qesin që atë do asfalt, dhe më thonë, kur gjë s'ka bo, po, a i din me paketu. Një qysh Albin Kurti, kur gjë s'ka bo në qeverisje. Dhe më thonë, vesh na ka shit edhe populli ka bli, dhe më thonë, ato farë propagandën e ti. Një situatë, mendoj që arë një moment që në skenë dalë edhe një propagandus shumë i mirë, që din mi shi, dhe më thonë, këto farë premtimet, zotimet, s'ka rëndësia, banë më rëndësi, mi pëlqy popullit, më ditë më fol ka pak mirë, më ditë më kanë, dhe më thonë, se na jemi populli që ditëshëm, edhe kemi qef, mësë mi besu realitetit. Më thonë, shumë njerëz s'ka rëndësi be a ka përnu, më rëndësi dhe më thonë që për fol mirë, po kuptën, na se këshyrë më realisht ka përnuat, po që të pjesën e perceptimit, edhe mendoj që aktualisht, dhe më thonë LDK-ja është një situatë shumë të keqe, e thash, Abdigjiku mundet me 3 hipoteza më ndru, nuk po tham që mundet me bom mrekullin, po këtë testin e parë ka me